Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Ne kemi folë për disa javë me radhë për dhikrin dhe vlerën e dhikrit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe rëndësinë që ka për kushtimi i besimtarit musliman për të qenë sa më korrekt me një wird ditor. Edhe mos me lanë mazdoret për mendjen e Zotit të tij. Edhe kemi thënë disa prej ligjëratave, duke ju referuar argumenteve të bollshme, të shumta, që lana kryesore e fesë islam është dhikri. Sepse është lana kryesore e jetës tane, e marrëdhënies tane me Allahun subhanahu wa taala. Domethënë, si mundet me pretendu ose me mendu një person që është afër Zotit të tij, ndërkohë që nuk e përmend Zotin e tij. Te i dikush thotë që e kam këtë fëmijë ose këtë person më e kresë, e kam në mendje ditë natë. E ke nga dashnia apo nga urrëtia? Nga dashnia. Po e përmend pak apo e përmend shumë? Po e përmend shumë. E përmend shumë. Shikon fotografitë, ja tregon dikujt që si ka bë këtu, që si ka bë atje. Rrin me të, komunikon me të, flet me të, nuk ket njëm me të. Pse? Se e don. Prandaj kanë thënë se ai që don dike e shton përmendjen e tij. Ai që don dike e shton përmendjen e tij. Edhe kanë thënë në marrëdhënie me Allahun subhanahu wa taala, pyet veten tënde sa e don Zotin tënd. Ju du shumë, po sa e përmend? Pikë pyetje. Ajo pikë pyetja kur të bëhet pikë çuditse, atëherë kupton se sa e don ti Zotin tënd. Sa më shumë që e përmend, aq më shpresë dhe mirësi ka për ty. Sa më pak, Zoti na ruaj nga ajo e pakta. Pse? Sepse e pakta e dhikrit të dashurit e mi, është sikur se kemi përmend, siç e thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlar, e pakta e dhikrit është cilësi e kujt? E munafikëve. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Ato nuk i bëjnë dhikr Allahut vetëm pak thot. Domethënë ata bëjnë dhikr, po pak. Ne nuk duam me kënë, pritë Zot të kjo, duam me kënë, ja ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju të cilët keni besu, bani dhikr Allahut dhikran kathira, dhikr shumë. Dhikr shumë, pra përmendje shumë, cilësi e besimtarëve. Dhikr pak, Zoti na ruaj, edhe larg nesh. Në këtë kontekst, ka një pyetje që bëhet shpesh në këtë temë. Ky dhikri ku përfundon, edhe që është, si të thosh, thelbi i dhikrit. Thelbi i dhikrit të Allahut Azza wa Jall. Edhe aty ku përfundon dhikri i Allahut Azza wa Jall, që është adhurimi, përsosmëria e adhurimit. Me përsos adhurimin. Pra dhikrit të ndihmon me përsos adhurimin. Dhe ne kemi thënë se, sipas asaj që na përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famulart, edhe siç e gjejmë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithe të shumta, çdo gjë në jetën tonë mund të kthehet në adhurim. Edhe një këtë gotën e ujit, nëse unë e pi tashti me njetin e forcimit për lutjen, për adhurimin, për me keni forcë si besimtar, si musliman, me majtë frymën gjatë etj, kthehet në adhurim. Dikush që pin këtë ujin për një jetë tjetër, ai dhe njeti i tij. Tamam. Prandaj Allahu subhanahu wa taala kur thot në Kur'anin famlar që wa ma khalaqtu, nuk i kam kriju as gjinët, as njerëzit, përveç se të më adhurojnë, do të thotë se Allahu subhanahu wa taala është duke na treguar edhe është duke na tërheqë vëmendjen për diçka shumë të madhe, që është gjë e më e rëndësishme e jetës sonë. Për njeriu i cili i përgjigjet Zotit të tij për ta kthyer jetën e tij në adhurim, është një person i cili patjetër do të hyjë në dyert të mëdha të dhikrit për të mritur tek përsosmëria e adhurimit. E ai i cili nuk don me e ba jetën e tij adhurim për Allahun Azza wa Jall, po don me adhuru dikën tjetër posa Allahut, don me adhuru nefsin e tij, tekat e tij, egon e tij, epshet e tija, shejtanin e tij, këtë atë, ai edhe përzgjedhja e tij. Por ai nuk ka vend në portën e madhe të dhikrit. Pse? Sepse ai nuk e ka rrugën nga rruga e besimtarëve. Ka një rrugë tjetër. Dhe kur flasim për adhurimin, ne gjejmë se të parët tanë prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe breznit që pasun,
kanë momente shumë interesante në mënyrën e adhurimit të tyre me Allahun subhanahu wa taala. Edhe na japin këshilla se si me e përsos adhurimin tonë ditor. Fjala bie, tregohet se një prej të parëve i mori leje Hazreti Omerit për të taku. Pra do të shkonte për vizitë tek Hazreti Omeri, thotë edhe trokita dhe i mora leje. Mirë, po ishte kohë zhegut, ishte, si të thush, koha e mesditës, vape madhe. Në Medinet pejgamberit alayhi salatu wasalam, temperaturë nxehtë e kështu me radhë. Thotë edhe e prita shumë. Pastaj më dha leje dhe hyra. Pra, ka shku tek Hazreti Omeri, ka kërcit, kanë thënë me prit jashtë. Prita, pastaj më dha leje, dhënë hajde të hynë mbrënd. Allah. Nxehtë vape madhe. Çfarë më tha fjala e parë? Më tha inni kuntu fi qada'i wirdi. Më tha isha i xhanën me kryimin e virdit tim. Subhanallah. Virdi. A kemi një vird të përditshëm? Jo, çfarë virdit? Vird që me të ardhi kush më thon prit për aty jashtë. Ka virdin me Zotin tim, jam me Allahun azza wa jall. Unë jam me Allahun. Dhe do ta ndërpres me Zotin tim edhe të pres ty edhe x-in y-in prit për. Për shembull, mu më bie një telefon. Edhe unë shoh se kush është, edhe duhet se s'bën më përgjigj. Ju them, ju lutem 5 minuta më duhet se s'bën me hap telefonin, me lejen tuaj. Edhe unë filloj të flas. Selam kelam, si jeni, ku jeni, kështu me radhë. Edhe unë filloj të flas. Dikush mërzitet. Edhe fillon edhe unë e shoh në fytyrën e tij që ai është mërzit. Prit më Allah, s'mundem me ndaluar këtë telefonat. Ose ju vini dhe më gjeni mu duke fol. Edhe më bën dikush me shenjë si hajde sa është dikush jashtë, o vëllai jam duke fol. Fa ka telefonata që ti nuk mundesh me i ndërprej. Ka telefonat që ti edhe e ndërprej, ti thot lutem fal se duhet me e mbyll. Po kur ti je në virdin tan me Allahun azza wa jall, a mundesh me e mbyll? Kush duhet me të ardhë që ti me e mbyll? Askush. Ti je në vird me Allahun azza wa jall. Fa ne të dashurit e mi, duhet me eduku, edhe duhet me mësu edhe të tjerët, që kur unë jam duke lexu Kur'an, jam duke u fal, jam duke ba dhikr, jam i xhanën me adhurimin e Allahut azza wa jall, o vëlla mas më ndërprit, edhe nëse unë nuk të përgjigjem, ti mos e merr për shumë atë. Pse? Unë jam me Zotin tim. Ju kam treguar një herë, po ka raste të shumta në xhamitë tona. Unë nuk i fajsoj njerëzit, edhe nuk jam marrë për keq atë. Por e kam për detyrë me tërheq vëmendjen dhe më thanë, kujdes që mos ta përsërisim makte. Unë jam duke u fal, ne jemi duke u fal, jemi krejt duke u fal sunetin. Hyn dikush në xhami dhe thotë selamu aleikum. Vëlla mos jepni për selam. Mos jepni selam kur hyni në xhami. Njerëzit janë duke u fal, njerëzit janë duke marrë ligjërat, njerëzit janë duke marrë hyrje të xhumait, nuk jepet selam aty. Është selam në vendin e gabum. Edhe çfarë kuptimi ka që ne jemi duke u fal të gjithë, edhe dikush vjen edhe na jep selam. Ai selami është i mirë apo është i keq? Është shumë gjë e mirë. Është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. A suneti jon, a tradita e jon, ne me selam përshëndetemi. Përshëndetemi kur e ke sy më sy. Madje na kanë mësu ulemat ton, edhe gjem në librat e fikut, që edhe nëse i gjen dy persona duke fol me njëri tjetrin, mos shko me ndërhyrje dhe mi thanë selamu aleikum. Pse se janë duke fol ato? Ta përfundojnë bisedën, atëherë jepi selam. Tamam. Po le kur dikur është duke bërë dhikr, është duke lexuar Kur'an, edhe shumë njerëz ç'a bajnë? Edhe kjo është gabim të dashurit e mi. Ti je duke lexuar Kur'an aty në xhami, ke hap Kur'anin e duke lexuar, edhe hyn në xhami. Edhe bëj një gabim që nuk duhet me e bëha, thëmë ty, selamu aleikum. O, aleikum selam edhe, mbyll Kur'anin edhe, ose lën në tokë edhe qohet me më dhanë dorën. Dhe nuk qohet me i dhanë kuj dorën, edhe nuk qohet me përshëndet, kërkush në botë, kur je duke lexuar Kur'an. Kjo është fjala Allahut azza wa jall. Pra ti je me Allahun, i jalen Zotit të gjithësisë, komunikimin në gjys, edhe i qohesh në kam, robit të Zotit, kush do me kenaj? Jo, absolutisht. As unë nuk do të më ta marrë për keq ty, edhe ti do të më vazhdu punën tënde. Ti je në adhurim. Pra, rasti i Hazreti Omerit, që sapo e përmendëm, e ka lënë burrin në bocën prit jashtë, në zhik.
diell vap, edhe kur i ka dhënë leje me hyrë mbrenda, i ka thënë inni kuntu fi qada'i wirdi, isha duke kryer virdin tim. Çfarë është ky virdi? Po mund të kenë leximi i Kuranit, po dhikri i Allahut, po dua, po ai edhe adhurimi i tij. A e paragjykojmë? Absolutisht jo. Mirë, po mësojmë shumë prej kësaj. Mësojmë shumë. E para, me respektu marrëdhënien që kemi me Zotin e gjithësisë, edhe me kenë sa më korrekt në adhurimet tona ditore, qofshin ato lutje, lexim Kuranit, dhikre, qofshin kretë veprat e përditshmërisë tonë që thame, janë kretë adhurime. Ti je duke punu, je duke u lodhur për familjen tënde, ti je në adhurim. Punëtori është i dashur i Allahut. Punëtori është i dashur i Allahut. Ato durët me kallo, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, janë durë që i don Allahu. Absolutisht. Ka pa dikën duke lyp, i ka thënë me marr një spat, me marr një litar, me shku me badru, me i shit, është më mirë se sa me dalë me i lyp njerëzve. Çu për punoni? Puna tek ne është pjesë e adhurimit kur bëhet me njetin e respektimit të asaj që Allah azza wa jall kërkon prej nesh. Jo sikur se thonë disha nuk vinë xhami se jam të punues edhe puna është adhurim. Jo, puna është adhurim, por ka disa përparësi këtu. Domethënë ti nuk e lën atë adhurimin atje në treg e vazhdon me shit edhe nuk mundesh marrë me fal xhuman. Jo. Kanë thënë shit vlerë në atë moment, kanë thënë nga e xhumaja, nga hutbeja deri në namaz. Kanë thënë më pak namazi, është haram. Ti thuje po jam duke shit vlerë, edhe është kulmi i shit vlerës. Nuk ka kulmi pa kulmi. Nuk mund të ketë kulm as në shit vlerë, as gjë në diçka që nuk është Allah subhanahu wa taala razi për të. Adhurim sipas asaj që kërkon Allah subhanahu wa taala. Edhe jo e kundërta. Mirë se keni ardhur. Aleikum selam. Hazreti Ali ibn Abi Talib, Allahu qoftë i kënaqur me zotnin e tij, thotë kështu: nuk ka hajër në një adhurim la ilme fiha. Adhurim pa dije. Adhurim kuturu. Ku njeriu as nuk e din se çfarë ashtu bë. Thjesht është një imitues i verbër. Edhe thotë se falem se një kështu i kam patur fal. Ose qohem syfyr se kështu thon, ose e majnë Ramazanin se kështu thon, ose duhet me dhanë që sa duhet me dhanë që në zigja, merë portofolin e më... Jo përsa shu. Adhurimi me dije, adhurimi është burim forcet, adhurimi nuk është me kënë ti meskin, me kënë i mirë, me kënë njëri i varfën, me kënë njëri i paditun. Adhurimi sa ma i shumët, sa ma i math, është ma shumë të shtën dije dhe kulturë dhe njohuri. E para, e dyta, asë nuk ka hajër në një dije, pa kuptim, e di për nuk di se që dhe me thanë. Ka njërës që flasin me fjalë matë mëdhaje se sa aftësia për t'i kuptu. Thjesht i kanë mësu ato fjalë edhe i përsërisin si një papagall. Dhe me thanë, është duke thanë me këtë fjalë që mos u bani papagall. Ka papagall që mund të thonë një pjesë që e mësojnë edhe më mirë se sa njeriu. Jo po, a kuptojnë gjë, e s'kuptojnë asgjë. Diçka që nuk e kupton, mos e thuaj. Diçka që nuk merr vesh prej saj, mos u merr me të. E diçka që dën për me mësu, mësoje, edhe jepi hakun sa duhet e si duhet. Edhe e treta, edhe nuk ka hajër në një lexim pa meditim në të. Lexojmë. Çka ke lexuar? Ç'a diun çka kam lexuar? Po a ke marrë një shënim asgjë. Ka kanë prej traditës së hoxhallarëve tanë që në faqet e para të librave me marrë shënime. Këtu, kretë librat e hoxhallarëve tonë të vjetër, pa me i pa, ata nuk kanë mësuar që diçka që ti e ke shënuar dhe e ke marrë mend dhe ti don për me kujtu, e shënon këtu mbrenda në faqe, po smujte dikun këtu jashtë. Që dhe kur ta marrësh këtë libër, ti i kthehesh diçkaje për cilën dikur ke marrë një shënim. Se mendja është ajo. Jo të gjitha mahen mend dhe jo të gjitha regjistrohen. Hazreti Ebu Dardaja çfarë thotë? Thotë min ahabbil amali ila Allahi azza wa jall thalath. Do të thonë prej veprave më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala janë 3. E para, amrun bi sadaqa. Do të thonë nxitja e sadakas, nxitja e lëmoshës, nxitja e të mirës. Sadakaja që është?
as sistem vlerash, as sistem ndihme, e përkrahje, solidariteti në ummetin islam. Kooperacia është e kundërta e kësaj. Ummeti islam nuk është ummet kooperac. Kooperacia është larg virtyteve dhe cilësive të besimtarit. E kemi zekatin prej shtyllave kryesore të fesë islame. Ka hadithe për cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëpërmjet të cilave pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë që sadakaja e ruan njeriu nga vdekja e keqe, fjala vije. Zot na ruaj. Me ar vdekja mrapsht. Për njeriu që jep sadaka në mënyrë të vazhdueshme, e ka garantuar këtë. Fa Hazreti Ebu Darda çfarë thotë? Prej veprave të dashtuna, ma të dashtuna tek Allahu Azza wa Jall, 3. E para nxitja sadakas. E dyta, hapat drejt namazit me xhamat. E sot është e gjuma, edhe të gjithë ne kemi ardhur nga një cep. Ku I kemi shtëpit? Për rreth kësaj lagje ose pak më larg. Çdo hap që ti ke hedh, është një mirësi shumë e madhe. Mirë, por nuk është thjesht ideja e një sevapi që ti thu po kam fituar disa sevape. Jo. Ti ki ba, mi të gjitha, ki hedh hapa, me shku në një vend, me një grup të caktuar, me një komunitet të caktuar, me një bashkësi njerëzish, që ju bashkon diçka e përbashkët shumë e madhe, që është ma e madhja e arsyeve që mund të bashkojë një komunitet njerëzish. Se ne mund të shkojmë edhe në një vend tjetër, jashtë xhamis, edhe mund të mlidhemi, ndoshta edhe ma shumë se sa në xhami, mund të shkojmë në stadium. Ka një ndeshje futbollit, edhe shkoj njerëzit në stadium nga çdo cep. Po atje nuk mohet vas. Atje nuk mohet dhikr. Atje nuk ka lexim Kuranit. Atje nuk ka këshillim për të mirë. Atje ka diçka tjetër. Diçka tjetër larg nesh. Ne mund bëhemi grupe me shkollë diku tjetër. Që nuk ka xhamia. Jo, kur vim në xhami, edhe asistojmë namazin me xhamat, në fakt ne po bëjmë diçka shumë të dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Po forcojmë për herë më tepër lidhjen në mesin tonë. Keni vore sa më shumë që largohemi nga xhamit tona, edhe sa më shumë që I kthejmë shpinën namazit me xhamat, aq më pak ne njohim njëri tjetrin. Dhe vjen një moment që ti hyn në xhami ditën e xumat dhe shikon njerëzit dhe thu për Zotin gjysën më tepër nuk I njoh se kush janë. Thjesht hym në xhami edhe kaq. Në fakt ne duhet me u njoh. Duhet me e njoh njëri tjetrin, duhet me komunikuar me njëri tjetrin, duhet me marrë me dhënë me njëri tjetrin. Sepse kështu formojmë atë që është komuniteti I vlerave, komuniteti I muslimanëve, bashkësia e muslimanëve. Bashkëpunojmë me njëri tjetrin, blejmë te njëri tjetri, shkojmë te njëri tjetri, vim te njëri tjetri, e njekim njëri tjetrin. Përndryshe, pajemi njerëz të ftoftë, njerëz të huaj për njëri tjetrin. Në fakt, kështu ne vim në një mënyrë formale në xhami. Qëllimi është që nëpërmjet tubimeve të xhamis me u forcu lidhjet në mesin e njerëzve. Edhe keni vore që sistemet e reja, vendosi emër çfarë dush, thuj perëndimore, jo perëndimore, lindore, çfarë dush, nuk ka diskutim se që sistemet e reja po e largojnë për herë më tepër njeriu nga vllau I tij njeri. Dhe po e bëjnë njeriu për herë më të ftoftë me vllain e tij njeri. Dhe po I largojnë njerëzit për herë më tepër brenda një farefisi deri edhe brenda familjes. Brenda familjes, sprova e re edhe sprova ma e çuditshme edhe ma e frikshme që po e shkatërron familjen, është angazhimi I çdo pjesëtari të familjes me celularin. Njerëzit nuk komunikojnë më me njëri tjetrin, nuk ulen më me dëgju më të madhin, nuk kanë më respekt për më të madhin, nuk kanë mëshirë më për më të voglin, secili dhe celulari I tij. Edhe u mbyll kapitulli. Ti shkon për vizitë diku edhe shef krejt njerëzit të ngrim. Ky në celular, ai në celular, dhe thu, po si jeti mor zemër, ai se ka mendën fare. Po në çfarë klaset ke hyrë më shok, ai se ka mendën fare. Edhe të Helene se ashtu lujte, mos ja vën re se fëmijë I vogël. Por meseleja nuk është a vën re unë as të vën re. Meseleja është se ne për herë më tepër po largohemi prej vlerave të besimit të fesë tonë. Edhe po shpërbahemi edhe si njerëz. Në familje, në komunitet, në xhami e kështu me radhë. Edhe e treta, e pikë për atyre që përmend Hazreti Ebu Dardaja, dhe me këtë e përfundojmë dersin e kësaj dite, thot pajtimi në mesin e njerëzve. Pajtimi në mesin e njerëzve të dashurit e mi, është diçka shumë e rëndësishme. Edhe është një kulm prej kulmeve të adhurimit në Islam. Jo më kot I kam
udhëzu imamet e muftinis që në të gjitha xhamit tona me pas këshill pajtimtarësh. Ndoshta keni ndëgjuar këtë edhe prap po e them. Në çdo xhami prej xhamive tona duhet të kemi këshill pajtimtarësh për të pa me rujt harmoninë dhe vllazninë në mesin tonë, brenda një xhamiet, por edhe për te xhamisë tonë. Këshillat e pajtimtarëve duhet me rikthy në shina atë që ka qenë tradita të bani këtij qyteti. Që kur dy njerëz kanë pas konflikte, kanë pas kacafytje, kanë hyrë ma të urtit për me i pajtu. Sot nuk ka as të urt, as të meshëm, dhe secili thohet o vlla, lene se i dinë ata më mirë punët e tyre se sa me u marrë ne me punët e tyre. Por nuk është kështu domethënë. Po shtohen divorcet, po shtohen kacafytjet edhe përsharja brenda vllaznive me njëri tjetrin, po shtohet urrëtia në mesin e komshive, dashakëtësia në mesin e tyre, por deri brenda xhamatlive të një xhamie, por ç'a bëhet kështu? Edhe kërkush nuk flet, edhe nuk flasim, edhe heshtim, edhe ne heshtim. Jo, nuk duhet të heshtim. Ne nuk duhet të heshtim. Sepse pajtimi në mesin e njerëzve është prej vlerave dhe prej adhurimeve më të spikatën në fenë islame. Heshim dorë prej kësaj, heshim dorë prej asaj, lene këtë, lene atë, ne po nxjerrim jashtë përdorimit edhe fenë tonë. Edhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Prandaj lutem Allahu subhanahu wa taala që më na forcu në rrugën e dhikrit të tij, edhe më na dha për atyre që e përsosin adhurimin e tyre, edhe afrohen ditë pas dite me ato standarde për cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam punoi edhe kaloi jetën e tij për t'u mësuar njerëzve atë që është më e mira. E na bëf për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirë në saj, walhamdulillahi rabbil alamin.